Kur ju tha mu hikni për live-it ati, a i nuk shanë, të rrinë aty si legend. Ju që rrini aty 700-800 veta, sa ka aja aty, i rrini aty të e në gju, aja të donë. Edhe ju që rrini të e në gju atë, që t'ju thamë? Që t'ju thamë? T'ju vene jemër? Ha? Sa ju pëlqen shumë kështë kur shana, ja? Ja, këpëton. Qa ka me më shaj, mua eshte i shami, i degenerumi. A i ka tëna shamet e botës, qa ka me më shaj mu? Krahasohet a i me mu. Qa ka me më shaj? E ka ba rrugë të sha, është në Angli, ti ishte në Shqipëri, të e në gjuja më sa shanë. Jo që jeni të klojdi e më shani, e shisha, streka... S'pë du me i sha ma. O ju kopila që jeni anë i ka klajdi të më sha mu. Listën e dasme, s'ku ta keni. Nga fillimi deri në fund. Se s'kam qef me shakën ma. Ha bojka, hajde bojk. Hajde pije gjo. E në gjënë sa shane. Qa ka kë njëri me në gju kush? Hajde bojk, hajde të jam. Qa ka kë legend me në gju kush? A ju duk, a kuptoni ju se ka një muj për bajt? Vetëm shanë. E li gliun, e li lept, e li gliun, e li lept. Qa ka të bukur kjo? A bën me më tregu mu? Ka që të hekës është me ndje këtë legend? Me 7 veta ishte dhe i dje? Pedofil. Gjase, ja kam ba një, edhe do më duhet edhe nima juj. Gjithve kush ashtë në krahun tem. Klajdi ja kam zjarë gjitha leta nga Ministria Drejtësisë, për sa herë ka qenë burg edhe për qa ka qenë burg. Më ka detyru mu marrë me këtë punë, se duhet mu marrë me këtë palaqë, si nuk i millet goja. Letrat e burgjeve që kjo ka kanë burg janë për përdhunim, minoreni, që është krimi ranë në Angli, për vjedhje, kërcenime, rrahje me familjet vete, ka qenë disa e në burg, i kam zjarë gjitha, i ka avokati. Të shënë doja bëj një paket këti zëtëris, doja bëj një paket që kë po mirë që kë mos tjeni zoti ma me sha njerëz nana, motra, bia, shqiptare për me shku na me rraf këtë legend e kë me mundu me marrë azilin politik. Pra as i shtet, as Amerika, as Anglia, nuk të pranon, nuk t'jep azil politik ty, kur e keni dënum në shtetin tanë për përdhunim. Edhe mas shumë ti për pedofil, se ka qenë nën moshën 15 vjeç. Aja komshiave që ka përdhunu. Tash unë ja kam ba paketën këtij zotëris, me gjitha. Unë do hapi një peticion, do e hedhin story time çdo ditë. Edhe ju lutem të gjithë vetë ai peticion që të hapi unë, të firmosni, të veni emrin poshtë,
që t'ja dërgojmë ambasadës angleze në Tiranë, edhe gjykatës e migracionit në Londër, për këtë palaço, që e ka shku atje të gënjy si dojnë me më vra, nërkohë që këtë s'ka dish me vra s'kush, po dele i shanë njerëz publik këtu, e familjet njerëzve, edhe detyrimisht shqiptari ka marrë me të vra, me ta fut plumin në dritë synit. Sepse i je duke kërku me të ra, me të vra, me të varë. Pra, unë kam ne e këshu urtë se unë e du këto. Që dhe me thonë ti, pa depo ti publik je bërë, pa depo, qa lidhje ka? A je të jeli, po, lëk, këto jam. E din, ku më ardhë. Si që thash edhe i herë, do hap një peticion, që do hedhin TikTok, edhe i du të pakten 2.000-3.000 firma, me emra të sakt, që ju a mendoni që ai po i bën gjitha këto me marrë azilin politik në Angli, po të cënon familje shqiptare, apo jo. Sepse ky kur ka ik në Angli, s'ka pas asnjë kërcënim nga askush. Thjesht ka një përdhënues, fëmish, ka arrit në Angli edhe atje i thot dojnë me më vrarë në Shqipëri. Po ty janë të të vrarë në Angli. Që që vazhdo shajti, Klajti, se që ka me të ba unë ty, as zoti s'ka me të pështu. Ti vazhdo shaj, aty të jadho ma vogël këje, po ti do vish këtu. Ose do vdesun. Majmen. Nuk ka si gjukat në botë që t'jep azil ty, me përdhonim fëmish. Edhe nuk ka si azil në botë që t'japi ty azil, me firmen e gjithë shqiptarëve, që ti gënjen gjykatën e migracionit në Angli. Kështu që, vazhdo shaj për ditë, se do të vi, unë duroj. Shësa shumë kam duru deri tash, duroj prap. Shkur të vish në dorë teme, nuk kam e pas zot me të pështu ma. Alfa, për ke fjallin, për motrën tane, për mamin? Cilën? Banit falën nga unë. Ky palaço mashkull, ky nuk duhet leju me nej në Angli. A kupton, se ky i duket vedi, nuk mune me ba moderator e vlla, mos ma hek menjen pak se kam harru me i hek, kam vetëm 30 veta. Ato 30 që kam duhet me i hek disa për me të ba dhe ty. Po vlla, Shqipëri duhet me e këthy, 100%. Sepse kënë nuk mund të vazhdojnë ma me sha sot familjen teme, nesër familje dikuj tjetër, sepse është i myllun një dhomë hotel imigracionit aty, edhe ndjehet i mbrojtur nga shteti i Anglisë, që nuk e din ato se kush është ky. Edhe ju duket psikopat. Ju duket edhe i marë, se ban rolin e marë. Ma kupton? Nuk është i marë, jo. Po do të hap nesër hapet peticioni. Po jam të i bashkan gjitë gjitha. Kam avokatin Londër, kam avokatin Tiranë,
I kam bërë gjitha. Ai ka mu habit. Ai do rri me gojë hapun. Ate isha të thonë, o Cindy, ai nuk është budall. E ban rolin, e lot rolin e budallit. E lot rolin, unë s'kam familje, unë s'kam këtë, unë s'kam atë. A i shkru në gjithë dhe në privat, aman mos pa përmen një motrën, thot, e ka i motrë ati Bajel në Gjermani. Edhe një në Francë. I shkru në klonit, i shkru në tanë, o, do, mos. A kuptoj, nuk ka budallë, se budalla nuk del me makinë me qëra. Budallës dhe mi dhanë makinës. Budallën se lekush me gra makinë, se të zënë njerëz rrugës, i mytë njerëzit rrugës. Nuk ka budallë, ja. Budalla zin me mbaj 2 telefona, me i shat ti tjetërit, nanën, motrën, gruën, familjen. Nuk është budallë, e lot rolin. Bënë si kur s'ka problem për familjen, sepse shumica të tiktokerëve se kanë problem familjen, ma nga që ju ka bëj jeta TikTok. Shti edhe ka vla ku kam punu, jam të folë tjera gja, kam punu në Belgjik, normal, jam rritë Belgjik. Nik, po më ke shkru kur jam live, vla, du të me shkru kur s'jam live. Tash kur jam live, vla, s'mund t'i përgjigjem edhe këtu edhe WhatsAppit edhe po e shaf mrapa. Ma mërë një të kariku si minule. Vetëm kablin, se kam këtë baterin këtu. Kam këtë bombën të që sa është jo, me nez makinën e. Ja.